Zula goshtë mbeti vrima. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. A do qumë shtapo lau, Komarica vjen vërdau. Bandi, bandi, kandi, randi, rofte qoftë Zululandi. Përshëndetje miq dhe mikesha të Albanos. Të fejkofit. Takojmë sot në këtë mbrëmje të ditës së enjte 21 maj 2026. Dhe ajo që me aq kureshtje u bë të paktën rreth 4 vjet, 5 vjet që pritet, më në fund fare është vendosur. Qa? Prezantohet Albano. Flas me publikun, s'po flas me ty. Dhe mos më ndërprerë tjetër editorialin se më përjashton emocionin në cilin unë e kam si autosuggestion timin në kohën që filloj. Qartë, ju kërkojnë ndjes dashuri që unë për kjo ligjëratë dhe për drejtë e imja. Ta të gjithë kur vinë nga Amerika këta ambasadorët, edhe ne, kur i dëgjojmë temi ndryshimi madh, sa mirë që ngemi. Kur kthehemi prapë në Amerikë si pronas Amerika, hik këto që nge bësh shqiptar. Jo. Po dëgjoj çfarë thotë, kush i ka thënë? A nuk e di, Kalen poligrafi në SPAK. Po jo, problemi gjithë e thotë që SPAK-u, institucionet e varësisë nga SPAK-u tregojnë që janë të pavarura nga... Po edhe Po Berisha thotë... Nëpërmjet SPAK-ut erdhin mirë, Skape, thotë Berisha për SPAK-u. ecin mirë dhe bizneset amerikane. Ora, Berisha thotë skape. Duhet ta pyetë cilat bizneset amerikane, po hajde. Po do... Asim biznes amerikane. Kur pse nga e di ti? Zero. Mos merr me ato po. Si mos merr? Mos merr me ato. Ustallar thotë po, mos merr me ato. Ajo që më pëlqeu më shumë në gjithë përcaktimi që ka bërë ky Merian, thotë që ushtarët janë si Skënderbeu. Do bëj ushtri këtu në Shqipëri. Ushtarët tanë janë si Skënderbeu. Albano Po Skënderbeu ka qenë general, mos i punë e këtij, s'ka qenë ushtar. General Skënderbeu. Më lart se general. Pak më lart, një shkallë më lart. Field Marshal. Field Marshal, bravo. Ajo është shkalla më e lartë. Bravo, jo. E di sa Ukrenova tem të vërtetën. Si komandanti operacioneve speciale i NATO-s, disa trupa shqiptare ka qenë pjesë e komandos time dhe unë kam punuar me ta në terren në Shqipëri. Në Afganistan unë kam shërbyer si komandanti i komandos rajonale i cili përfshinte trupa shqiptare dhe e di që forca speciale shqiptare personifikojnë shpirtin e Skënderbeut, luftarak të Skënderbeut dhe shqiptarët janë krenar, punëtor dhe mikpritës. E kuptove, o idiot. Jo, ta kuptosh se Se gjithmonë mi kanë vlerësuar ku kemi ushtri neve, më këtë thënë. Jo specialet që vjen atje janë njësh, i putësh në ballë. Po edhe këta që janë këtu. Dëgjoj, këta që janë këtu janë tjetër mëdhet. Se? Dëgjoj tani. Ky ka dëgjuar që leku sheshit në Shqipëri. Kush tash? Po dëgjoj, po ta pyet. Pas vjen për lekë ai. Po dëgjoj, kjo është dëgjes para kongresit. E dëgjon kongresit. Ai e gati të vesh, domethënë të teston kongresi është fiks provim, që po s'bën nuk të çojmë ambasador në Shqipëri. Ky ka dëgjuar çka lek Shqipëri edhe ka hapur, ka lexuar 2-3 gjëra kryesore për Shqipëri, ka pyetur ChatGPT nëse Wikipedia. Kë kanë këta luftëtarë më të fortë Skënderbeut. Po kështu ashtu e çka ka institucion SPAK. Unë kam pasur ushtar varësie në Afganistan. Dhe i pash i testova kishin shpirtin e Skënderbeut. Po, kur i thoshin ata jemi nga Albania, i thoshin jeni në luftë me Armeninë, si Trumpi. Ora, duhet të dëgjosh më shumë këtu se sa të flasësh. Se të urdhëroj unë. Po qep fare. Po pra, kur të më përgjigju. Skënderbeut, çaj di ti nga arti i luftës së Skënderbeut, që ishte i suksesshëm? Se ta kanë shpirtin e Skënderbeut. Po të pyes unë ty që je djalë i lexuar, kush ishte arti, filozofia ushtarake e Skënderbeut? Kalon në ushtria. Të përgjigjem. S'më të përgjigjem, një fakt. Kalon në ushtria. Kalon. Ne do t'i dalim nga mbrapa. Prap, ne do dasim nga mbrapa. E plagosim. Ata janë 1000 ushtar. Ne jemi 80. Ne vrasim 4-5. 6 pastaj. 7-8, derisa bëjmë 80 ose 100 me 80. A ty pastaj? Të përqeu si strategi? Që sa mirë që s'ke qenë di Skënderbeu, se do në kishin... Po ishte arti që në shkonë Skënderbeu në këtë idiot. Do në kishin shtyp kokën ata po të që qenë... Ishte ne do lëm qytetet, do marim malet, sepse armiku vjen si me i faktor... Do bim luft, po luft guerile. Bravo dhe qoftë të Albanoj, sa do i trashjo, i çmendur? Po mirë,
Shumë punon truri, s'jam fare. Nuk bëri, ne jemi terrenin mirë. Do i bjem aty se presin, Albulena prita. Ato maja ripa. Bravo, Albano. E kuptove? A dhe mbi të gjitha, ai tha dua të shkoj në Shqipëri se më duhet të gjej Skënderbeun. Ja kishim dërguar në Amerikë ta mbanta 2 muaj. Këtë më... Ram. Budalla e tje. Po Ram po mban botën me zjarr. Harova. Ati Putinit na. Harova që po iku Rama bie planeti. Qa, budalla e tje. Qa flet tjerë. Bjeta, është fia që mban planetin lidhë. Po, Ju kërkojnë ndjezive. Edhe i tha ajo e Senatit, mua më pëlqeu, ajo ishte me origjinë shqiptare. Senatorja? Me origjinë shqiptare, nga Rogozhina, duket? Të paktën nga mbiemri i dhash një konotacion të tillë, ja dëgjojnë që çfarë i thotë. Gjatë seancës dëgjimore në Komisionin për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit në SBA, senatorja Gjen Shahini dha një porosi për kryeministrin Edi Rama të propozuarit për postin e ambasadorit jashtëzakonshëm dhe fuqiplot të SBA-ve në Shqipëri, Eri Kuend. Me nota ironie, senatorja Shahin porosituent që si një burr i gjatë që është të shikohet sym të sy me kryeministrin Rama dhe të bëhet pjesë e klubit të burrave të gjatë në Shqipëri. Në përgjigje të kësaj, nominuari për ambasador në Shqipëri deklaroi se nëse konfirmohet si ambasador në Tiranë do t'i ketë parasysh këto sugjerime. E kuptove? Qa do me thënë këti klubi burrave të gjatë? Klubi burrave të gjatë. Klubi pellove. Dajna 2 metra pella, që shme? Klubi pellove. Pellove o pallave? I pellove. Po si pallave? Po i pellove, thonë kështu që me sheta që i pallave direkt. O, inxhinier, do këthesh përgjigje kështu se shumë po dridhesh. Do shpjegosh tamam, do me thënë si dhe qa qëllimi ka ky që do vi këtu në Shqipëri? Po s'bëri lek, atëherë nga profesioni që ka qenë general, i bie do vi do rregulloj ushtrin, do bëj ushtrin. Do bëmi forcë kështu. Ku di këtë ti? Po folja me Trumpin vetëm. Edhe me këta gjithë amerikanë, me gjithë lobistat, tha, do lëm Izraelin, se kemi. Do marrim Shqipërinë në vend Izraelit, ta bëjmë aliatin më të fortë. Një eksport. Eksport? Ekspert. Eksportet nuk flasin, përveç se po bërë eksportim njerëzish. Eksport nuk është njësoj me ekspert. Jo, eksport është diçka që e prodhon këtu dhe e shet jashtë. Ekspert është njëri që merr vesh nga çdo gjë, po s'di asgjë. Sa i ditur je ti. Ti më ke mësuar. Dëgjoj çike eksperti, dëgjoj. Në radhë parë do të them që është një mesazh i mirë për Shqipërinë. Na thuaj të dytën pa parë ndim. Amerikanët me sa jam unë ndjeni për herë të parë dërgojnë si ambasador në gjithë vendet ku ato kanë marrëdhënie diplomatike një jo oficer, pra jo ushtarak, por general lejtnant me gradë më të madhe që ka, domethënë. General lejtnant. Laj të thash. General lejtnant. Se po flisa me Landin. Ti e një Landin? E një Landi ishtë të dëmondi. Po, pra më. E më tha mua, ti adro më tha mua fis generalesh. Po di ke pas vedi unë. Po, jo, po edhe general të tjere. Kë ke pas? Gjyshim ka qenë general. Edhe gjyshi? Po. Po ti ishte dole kështu ti? S'kishe është, jam general. Se ke këtë bindje për mua ti. E kam. Se nuk t'ja për në konturin e një kështu, jam autoritar. Autoritar je? Po ku më shikon atje, nuk ka që kësa jegër është... Varet kërol bën. General. Se po të bësh atë teri për shumë general. Federal malë, jo, nuk e bëjat. Do luftoni mira, pos do luftoni mira. Pasha. Këtë këshu, po. Po kjo është general, po ta që jam general. Se mund të bësh teri. Edhe, ti e ke njohë këtë ambasadorin, këtë ushtarakun, general lejtari? Ky ka qenë i vogël në luftën e Vietnamit. E mbajmë, ka qenë 21 vjeç, 22 vjeç. Ka qenë ushtar atëherë, ushtari thjesht, marrin si thjesht. E mbaj mend që se ça plasi, një kështu si me zifte madhe kështu. Edhe që ky roje që i ruante, dënova, më thanë ata çfarë do bëjmë, më thanë këta FBI-a, Nixoni këta, më thanë. Çfarë do ai ushtari, shpëtoi ta bëjë baja 2 javë. Jo, mos ashtu sepse ka një brez të telespektatorësh që nuk din fare ç'është Nixoni, se ti flet edhe për mësjetën, po ha kot edhe gjithë ditën orë. Unë të pyes, është Danoç, s'është Danoç? Kaq duam. Danoç është. Është Danoç? Është Danoç, është kalar halet 3 javë. Kush e tha? O kalar halet 3 javë. Po tha tani është Danoç. Po tani Hoxha apo nga ky moment e tutje, ne do të kemi të bëjmë, nuk kemi nevojë për ambasadoren e amerikane në Athinë, do kemi ambasadorin tonë në Shqipëri, që do t'jetë për përdorje shprehje shqiptare, pra do të kemi një ambasador që do t'jetë danos në mbrojtje të interesave amerikane, dhe do ku mbrojtje interesat amerikane, ai mbron njëkohësisht interesat ambasador Danoç. Mbron dhe interesat e Shqipërisë, të cilat janë të lidhura pasdiftësisht me interesat amerikane. Ne pa Amerikën e kemi shumë të vështirë të mbijetojmë në këtë territor kaq të trazuar me këta armiq kaq të egër që kemi Europë.
Bravo, tani... Ore, ku i qove të dy satelitët Albania 1, Albania 2? Seriozisht dhe? S'kemi asnjë pamje? Çfarë do të shikosh se hypi unë lart të shikoj SBS. Kam ashestorin një vete në Mars. Po se ky landi është lavazan. Tha mua kanë humbur këto, tha. I kanë humbur. Ja shitur landi. Ja shitur. Mos u merr me këto ti, mos u merr me këto punë ti, i dinu sallar këto punë. Ti shiko atë çka ka bërë Soni sot që vajti pyeti njerëzit për këtë ambasadorin e ri. Sepse pyesin këta. Dërgove Sonin ti? Po dërgove. Po riun. Duhet vendimi sovrani. Duhet vendimi sovrani. Hajde. Ambasadori i ri i Amerikës në Shqipëri cilësohet njeriu i hekurt që me këtë dorë do të trondis politikën shqiptare. Po jo me atë dorë, me dorën e tij, as po me dorën tënde ai Soni. Apo të pyesim këta tanët, çfarë sjell Amerika ambasador? Po është për kësaj ngushtë. Çfarë thua, a bie paraje për ne? Se ne jemi fugarenjë bë. Ai sjell rregull, sjell drejtësi, sjell model, nuk është çfarë. Drejtësinë kemi ne. E kemi drejtësinë, funksionon këtë ne thonë jo. Në vend. Respekte. Null. Dy fjalë. Mos më fola se fjalë me këtë. Në politikën tuaj këtu null. Null, e? Null. Po jo, po flas për ambasadorën amerikan që do vinë. Ato janë një jeta pa ta thënë gjë këtu. Dakor. Ti ke shkollë. Edhe i matematikë vogël e di. Unë kam 36 vjeç që kam ik nga Shqipëria. Jetoj në Gjermani. Një gjë që shumëzohet në 0 çfarë është? Çfarë del? 3. 0. I kuptoj tash çka ke pa nga Amerika ti. Thonë që është me dorë të hekurt, do të rëndisi politikën shqiptare. Ju gëzon si lajm? Duhet besojmë apo të pyesim këta politikanët tanë për ambasadorin? Këtë duhet zgjedhin e këtë duhet ta shohim. Si është shikoni juve? Më ke zënë shumë ngushtë. Në ç'kuptim? Në kuptim se s'mund të flas për ambasadorin se se njoh fare. Po dakor, po duhet bërë një. Do ta shikojmë. A duhet parë? Pra ja, këtë mund të thoni, po pra. Po pra, ai të ketë punë të mbar këtu, të bëj detyrën që i takon, Ashtu. të mos bëj servilit tjerëve. Çdo njeri duhet bëj vetë për veten. Po pretin ndihmë nga të tjerë, s'ka çik po kush. Në rregull. Jam dakord. Po një vend si Amerika, ne gjithmonë kemi thonë dum Shqipërinë si Amerika. A preferoj këtë? Kur do? Preferoj këtë? Preferoj këtë? Për fryket. Amerika më bëj çdo gjë. Për fryket. Ne duhet në relacion në rast. Cilësohet njeri i hekurt që do vi këtu të bëjë ndryshime të mëdha dhe të tundi politikën shqiptare. Ju e besoni këtë apo gëzojeni? Gëzojeni? Gëzojmë shumë. Po gëzojeni sepse domethënë besoni apo si thua gëzojeni verbër? Jo më një verbër, jo, po besojmë tek një person, është personi në Rum, ju në Ruar, besojmë që do ta kryejnë detyrën. Do ta kryejnë detyrën në saktë. Saktë, po ambasadori i mirë. Jo ta dhëndisi, po nga themelet, se gjithë problemi këta nga Sala, nga Fatos Nano, a Iguaj, ja gjitha i duhet e kriminal. Për mu, këta janë bandë kriminale, edhe Sales, ja ullje e ka bo shtarin e vetë, e shkriju dhe për dënë, dhe edi qa tha e realizovi. Do vetëm shpresa është ka mirë, se për shqiptar nuk ka shumë. Do t'i tundi këta? Ambasadori do t'i tundi themelet të tërë, të gjithë këto vjodhe që kanë bërë, gjithë këto mashtrimet që kanë bërë, gjithë këto abuzimet të këshia kanë që bërë ndaj popullit shqiptar, se popullit shqiptar po vën një diktaturë të poshtë. Pra erdhi dita dhe për mëkatarët. Erdhi që të jetoj klasa punëtore. Ju jeni komandanti. Po. Ju komunikoni me alienët. Po. Çfarë do na thonë alienët për ambasadorin e ri të Amerikës për shqiptarët? Ai nga ata është dërguar këtu. Nga ata është dërguar. Në bashkëpunim me Donald Trumpi edhe me mua njëkohësisht. Me Donald Trump. Edhe unë firmën për atë. Mori juve mendim? Patjetër. Ti e vën dyshim këtë djalë, shqiptarët e marrin që kthesëm në vonesë. Nuk duam ti të rëndisim fort. Sepse këtu do vendosen shumë gjëra, do vijnë shumë vula këtu për Ballkanin dhe për Europën e shqiptarët. Po ti je gëzuar ti? Me pyetje. Patjetër. Po me këtë çështë jote, po një 1 milion vet ka për kompromentuaj, ka për të shantazhuaj. Ai bën të cies. Kryetarin e cies e boni për vete, ambasadorin Kim, më në vete ta. A ju po thoni që Rama i bën gjithë për vete? Gjithë për vete. Po sa gjithë vjen njësoj. Pas siku Sala dhe Rama nuk ka politikë në Shqipëri, harroje. Ambasadori i ri, siç ngjova në intervistë, duket sikur është i hekur. Për këto zbutet. Megjithatë, pavarësisht kush është ambasador,
Kafja e shqiptarit ngelet Nescafe Azera, e Terra dhe e Bera. Nuk ke nevoj për aparat ekspresi, nuk ke nevoj për barist. 2 lug kafe dhe ujtë ftohtë të ngrohtë sipas dëshirës, sheqer ose qumë sipas dëshirës dhe... Por edhe ujtë gazuar i thonë, po kësa i thonë glina. Edhe me këtë, bëheni, pijeni se është e shishme. Vazhdo. Ta bëjnë kafe me ujtë gazuar? Po, e delë qësi me grëllë. Por e bëhet e shishme. Nxitoni në Ozon Electronics, sepse kanë shpërthyer ofertat e fund maj dhe fillim qershorit. Nxitoni tek mbikalimi në Ozon Astir, nxitoni tek Medresia, tek Xhamliku, tek Tregu Elektrike, etj. Ose futuni www.ozon.al dhe brenda 24 orë ose deri 40 ja çameti 72 orë se varet, mund ta kesh shpinën. Landi, ne që mungon mondi tek Ozoni. Përdorni kodin Albano për 30% ulje, përdorni kodin Agron për 200 euro. Jepi një lavaty çek ti, jepi. Dhe Landi sot me mungon mondi ke një XZ çfarë duash e ke me kodin Agron, jo vetëm çdo paguash lek, po do marrësh duke paguar. Si e the? Kurse më shumë duke paguar duke kursyer. Ozon Electronics, jetoni më mirë duke kursyer. Jetoni më mirë duke kursyer. Ti që më thoshje... Ti që më brave mu drafti madhi zot. Jo më është kënga, po. Më thoshje sa keq e ke trajtojnë metën në burgë, më të tash. I ke lafet gjitha këto. Sa keq e keq trajtojnë? Sa keq e trajtojnë, jo sa keq e Sa keq e keq trajtojnë, i bje trajtojnë mirë. Se keq e keq bje dhe... Ore, kuptoj. Inxhinjer. Po e keq trajtojnë për ta. Do dëgjoship, ore ke gabim po të them, ore. Ore, pak e së mja e që lonin. Ore, Albano, ore i ke gojdhën atë gjitha këto, ore. Okej. Çfarë të shtynit me ndosh ndryshe? Dëgjoj vetë. Në parajsër. Këto kushtet e mija s'ka si shqetësim, unë tu jam në kushte fantastike, më duken ato 12 metra katror, si 20.000 metra katror, ajë se ka qenë projekti i parë fillestar për Shqipërinë. Se të gjithë jetojmë në të njëjtin qiell, por nuk shikojmë të njëjtin horizont. Kështu që është e rëndësishme që unë nga këtu shoh shumë qartë, shumë kthjellët edhe më larg se sa kur kam hyrë këtu. Absolutisht, kjo është një shkollë e mrekullueshme. Unë për fat keq kurse kam provuar konviktin. Do ishte shumë mirë të kisha bërë konvikt, por nuk e kam pasur këtë mundësi, edhe ky është një universitet, nuk është universitet i keq. Mandela mas 30 vitesh kur i tha presidenti i Afrikës Jugos që duhet dilte nga burgu, i kërkoi leje 37 ditë më shumë, sepse kishte shumë gjëra për të rregulluar dhe sistemuar, dhe ai tha po ty 30 vjet nuk do dolë prapi do. Ditë tjera. Mos e mendoni aq smerr. Ore, kush ta që ka i kur ka luetur nga mendja? Sa të çmontoj dushi, Mandela. Nuk dohet spia për një ditë. Dale. Kam kontra bufete këto ti marrë me vete, kam investuar. Ore, zyreni nga burg mos do tri, ai shumë po i pëlqen sa do tri. O, Albano, çka ka për të qeshur o burg? Zyreni nga burg, o Landi. Po familja, nuk e mban familja ti thotë o babi mos fol çuçi çfarë bën dalla kala majtë. Familja siç kemi neve. Se ky ka fëmijë, po i ka Monika, fëmijë. Po mirë vendi thonë, Lenama ndërba, ky familje ka Dheun në Albano. Pa më ka Dheun, ka familje e tij. Ora Dheun ore. Ka dhe Shqipërinë. Po jo, Turqinë. Po Dheu Shqipëria kjo është. Shqipëria nëna ime, do se jam në burg i mërguar, dashur për ty. Po dëgjoj vet, ka folur. Pari, unë jam ai që kam qenë gjithmonë. Tek mbreti i lirë flitet shumë për larot dhe për shumë fenomene të tjera që testohen gjithmonë momente stuhie, kështu që unë kam lindur në Male edhe e kam në ADN patriotizmin, edhe dashurinë, edhe këto janë familja ime është Dheu. Historia e të parëve të mi, e qyshërve të mi që kam patur një emër të jashtëzakonshëm edhe që unë u detyrojmë shumë edhe unë duhet të ruaj emrin e tyre, kjo është detyra ime. Ndërsa Nipçet duhet t'i edukojmë me këtë frymë dhe jo me frymën të kapin që të kapin. Ajde mo lige le i këto dhe ka vë Rama, dhe ka futur Rama brënda tani e s'kesh bërë le, këtë më ka futur. Rama ka qenë një qingjë. Po le ma di ka qenë. Rama një qingjë. Qingja qingj. Gjithmonë Danoq që kam rritur unë. Këtë Danoq mo. Danoq ka qenë. Po e ta thot ky, se qa qingji ka qenë. Shkoj, thua e like, me ja like dhe një herë. Po unë e njofë zotën Rama dhe nuk do t'i vëfaj fare zotë Rama, i ka qenë një qingj i urtë shumë, kur ka qenë ministër, kur ka qenë Bartos.
Bilere kur ka qenë kryeminist edhe në koalicion që përse mbani mend ty, ai vinte çdo ditë mërkur në orën 10 tek parlamenti që përse mbani mend. Vinte atje me shumë korrektesë etj. Derisa korruptoi Lulin edhe I mori të gjitha pushtetet edhe kanë nxjerrë atë fytyrën e vërtet, për cilën prapë nuk duhet ta fajsojmë, për arsye sepse ajo është në ADN-n e tij. Kam një avantazh të jashtëzakonshëm. Dal përballë cili do, edhe as nuk e ndroi rrugën, as nuk e ul syt. Më kupton? Po, për momentin s'del dot, si e brenda, po. Jo, po edhe aty brenda siç është, se secili ka hapësirën e vet. E kuptoj. Qiellin të gjithë e kanë. Ashtu si shtan fillimin, nuk secili ka horizontin e. Po jo, ky tha që unë dal përpara më të kujdon në Republikë. Po, për momentin s'del dot, s'është brenda, po kur të dali do filloj të dali prapë. Po, duhet të kuptosh që ky është shqiponj. Se Rama del, shkuron, prandaj del. Çfarë Rama? Akrep. Në horoskop. Është akrepi. Po, është akrep karakter o njeri. Ka bërë analizën aty, sa e ta jam shkëlqyer, jam në kushte të jashtëzakonshme, me një psikologji pozitive. Po si ishte kjo jam shqipon, jam akrep, se kuptova. Po dëgjoj ti, o like, sqaroja. Nuk kam pasun prej kosh në një raport veçan personal, as me të, as me një politikan të veçan në kuptimin në raporte mira kanë qenë kryesisht raporte politike. Sigurisht ne jemi dy karaktere të ndryshme. Sepse kuptohet ai është karakteri akrepit, unë jam karakteri shqiponjës. Po është historia e akrepit me Bretkoskën, po fundi është që akrepi ja fut gjithmonë vetes, ndërsa unë jam shqiponj, nuk jam Bretkoskën. Unë kam qenë një kryeministër pa ndonjë përvojë shumë të madhe, 30 vjeç. Në një situatë shumë vështirë, në 27 muaj, Shqipëria ka pas rritje ekonomike mbi 8%. Wow. Në 27 muaj. Çfarë pas ka bërë Shqipërisë këtu më vonë? Ti vetë rritje 5 milion %. Po, unë se kuptoj që ka zgjedhë Shqipëri. Deri 2030 ata do të popullsinë 5 milion banor. Ky si karakter vetë kishte zgjedhë Mushkën, se është këmbgulës, një. Po. Që është kokmull për mirë, domethënë. Plus Mushka që ndihmuan që pësoj Shqipëri. Jo, vetëm pësoj rritjen ekonomike që mori tër Floridin atëherë. A vaj, ma çike këto bull, mos e merr me këto bull. Mos e merr me atë fund. Dini sallar. Mos sallar Floridin. Jo. Mua iniciativa e tij që po të vi unë në pushtet ta çoj Shqipërinë deri 2030 5 milion banor, nga 1.8 sa jemi tani 2.2. E di si do kërciste këtu. Do plaste bup. 5 milion 2030 e shikoni numëron vetëm 3 herë. Po që është Shqiponj. Se Shqiponja fluturojnë lartë. Po. E Shqiponja në majtë malit. Edhe Viza në bësë të kalit. Kështu është, po. Noja, edhe një këtë fare. Ja, ishte një nëzënës. Në vitë 2 gjimnastikë. E morën ata e arrestuan sepse kështë shtyrë mësuesen nga balkoni. Mësuesen e letërsisë. Nga balkonin kati 2. Plagos për e shkreta në spital, po këto e morën, thamë, pëse është ty? Pa jo, 1-2, thoshte, unë jam Shqiponj, thoshte, zysha. Jam Shqiponj, kur ishte të balkoni, e shtyva unë, thash kjo të fluturoj. Ajo së fluturoj. Bukur. Do me thënë, Rama sa erma bëngë shumë mua, pra ndaj që kur më indet mosh, akrep. është elmus, kur më pickon me stil. Akrepi, jep thotë të pickon veten. Pickon veten, fa e liri. Po, ajo që më pëlqen më shumë, jo vetëm entuziazmi, thotë, po, unë thotë e kam timonin në duar. Qa timoni ka kë? Janë këta avionët ushtarak që kanë timonin shtë levë. Tani për momentin nga që është aty ka man timonin e vetes. Pilot avioni ushtarak. Shiko, unë timonin duar kam, por ju nuk e shikoni do, se normal është kryu kjo të në të shtuara nuk e... Kujtoni se jam në rolin e pasagjerit, kaq. Jeni sigur, po s'ka rëndë, unë timonin duar kam, pa mera këfaj, po ju nuk e shikoni do, se nuk e zënë të vini këtu. Absolutisht... Live televizor, kam timonin duar, më s'ka njësë të shikoni. Time, jam shumë krenar për gjithë përkushtimin tim ndaj vendit, se cili mund të ketë vete për mua, por kur nuk mundet të thotë se Ilir Meta ka cënuar një interes kombëtar, apo të kombët shqiptar, përkundërzi, kur nuk mund të thotë se ka cënuar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, përkundërzi, kur nuk mund të thotë se ka shkelur një ligj, dhe kur nuk mund të thotë se ka një qindar të parregull. Ky është i burgosur politik. Përveç burgosur politik. Përveç karvanit të mushkave, asnjë qindar s'ka të parregull. Mane jo qepe atyre mushkave të tjerë. Po qefe sa po ishin kuaj o njeri. Qenë kuaj. Jo, më falë tani. Jo, këtë timonit, të timonit. Le timonit, nga që është vetëm aty brenda. Po, nga që është vetëm fare.
mban timone e s'di shpejt. Na që është vetëm në dy brenda. Jo, bën në stërvitje. Dëgjoj, Landi, publicitet, sa të sjaroj pak, dëgjoj. Bëj punë të Mondi. Landi më Mondi, po. Mondi, ti, Landi. Po. Dhe tani edhe të testoj para gjithë këtyre që në ndjekin, se si e ti me mermorjen. Me mermorje si e? Me memorje. Ha? Memorje, jo mermorje. Mermorje. Memorje. Memorje, jo mermorje. E kujton ti, qëfar i ka dhuruar Edi Rama Melonit? Shall? Po. Gjitha të toka ty në gjadër, ku ishte në Shëngjin që se mërave që do vinin ta të burgosurit. Se, ka jadhuroj aja ta. Jadhuroj, meri, tha, plus zemrën e ti dhe dashurin e ti të pakufishme, dhe që ullë dhe një gjujnë në sytë njëzve, që është gjithë romantikë. Këto 4 gjire ka dhuruar. Edhe ca gjire që temë të ka. E po, ja mori ky... Kush ja mori? Kryeministri i Indis. Modi? Modi. Modi. Mondi nuk ardhë sot. Modi e ka më Indis. Modi e ka i. Qa dhurat i kështë i ku egzaltua Meloni. Jam shumë i sigur që do bëjt gjeloz. Tregojnë që Landi, tregojnë që... Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mallet. Karamele nga India. Ma që janë këto televizor, ato të përdredurat. Pse? I shketi ullet një gjujnë, një e pshallin, i thashtë unë në gjujnë. Pora karamele, ore! Qefi për Melonin. Karamele! është dashra shokutim, se dashra shokutim. Alo, së është aje, le tani. Aje janë si dy vleze, si dy motra. Po. U hapë dhe kanalin në Vruzit. Që më kam... U hapë kanali? Kanalin në Vruzit. I Hormuzit morët, kam thënë 100 erë. Ere, u hapë me këngë e vale. Shne u hapë? Me u pre shiriti tani, e pe qëra nafta sot, 197 nafta, 193 benzina. E bërë kjo... E para njerë 10 jetë hapur të ne do 2 muaj të bjeri, po që ne u hapë... Që bje është mirë që s'bje shpejt. Mbajqik. Strong qmim. Po kushta që u hapë? U tani pa e ka, Landi dje dikshu që nuk sjell pamje. Jepe Landi! Strait of Hormuz is now open. Let's make party. Me Bajrami që në Edhe këtë Stop, bro, for chill. Donald, wake up. Why did you wake me up? I opened the Strait of Hormuz. Ai mori drejtori. Më pëlqen. Se në gjitha ëndrat janë falas. Me këngë me valet e Donaldit, sa mbyllim dhe me ëndrat e Donaldit, isha lapet sa më shpejta, isha la marrë lufta. është hapur. Se do i vetë atë do i këpus me i marrë me pëllëm atë gjithë ma ka selë më këtu, po nejse. E di. Po, tani sa thamë që po hapet kanalin e Vruzit. Po, okej, do të po. Në këthim nga Korea, Edi Rama do hapi kanalin e Vruzit. Ma kështë se të kryper më, pëse për të që? Po tani mos të argjojmë në shura. Miq dhe Mikesha Fejkov. Kanalin e Vruzit është... U hap, në hapi Edi. Ka që ishte dhe Fejkov. Po, jemi nesër për sëri, do shikojmë që mos mbyllet prapë. Kanalin e Vruzit, po prapë kanali do të mbyllet, se është hapë për mbyllet. Shiko, që hapet edhe mbyllet, i bën mirë shëndetit? Herë po herë jo, varë në spinë. Shtëngo bërë muskut më Albano? Po mirë, ata të bëjmë kegel. Atërë shifemi sërish nesër nga unë dhe Albano, natë mirë.